Me këtë video do t'ju tregojmë shkurtimisht se si përdoret Zaneti Ultra. Fillimisht, si me çdo tenxhere tjetër, juve mund të gatuani, të kavurdisni ose të ngrofni. Ka dy mënyra për të kavurdisur. E para duke zgjedhur programin temperaturë dhe shkoni në temperaturën që dëshironi. Temperatura e përshtatshme është rreth 140 gradë. Kjo arrin maksimumin 160 gradë si temperaturë për skuqje të fortë. Nëse doni një kavurdisje e cila mos ta djegë gjellën, fillon me 140 gradë, shtypim butonin inicio, hedhim vajin, qepën çfarë doni apo miellin për të kavurdisur dhe vazhdojmë punën. Ktu e fikim kur kemi mbaruar punën tek anula. Programet i kemi majtas dhe djathas. Nëse do të zgjedhim një program për shembull në krahun e majt, rrotullojmë çelësin djathas, stufato, baby food riso, me radhë. Këto janë fasulet që kemi qefë të gjithë. Fagjolo, 40 minuta. Nëse duam kohën 40 minuta, shtypim direkt inicio. Tenxheria nuk të lët, nëse kalon kohën 5 sekonda, vetë fiket automatikisht për ta ruajtur. Shkojmë edhe një herë, fagjolo, 40 minuta. Brenda 5 sekondave duhet të shtypim inicio që të filloj punë. Nëse nuk e duam 40 minuta, por duam një kohë tjetër, shtypim modalita dhe ulim kohën. Ka një limit nga 30 deri në 50 minuta për ta zgjedhur. Për shembull 49 minuta nëse janë fasule të forta. Nëse doni të gatuani, të bëni një parazgjedhje dhe kohas të lëmë, mund të shkojmë te programi i dytë, Do It Yourself, shtyp modalita dhe keni mundësi nga 1 minutë të shkoni sa të doni. Për vetë gatuaj gjithmonë me këtë program se ke mundësi ta komandosh tenxheren sa të duash. Do 20 minuta për shembull, një gatim, shtyp inicio fillon për 20 minuta. Fillimisht ju tregojmë si të skuqni. Nëse doni skuqje të thellë, është programi Sote, ka dy mënyra. Fillimisht del 25 minuta, po të doni e lëvizni kohën për më shumë 30 apo. Nëse do të bësh patate të skuqura ose qofte apo diçka tjetër. Nëse doni të kavurdisni në temperaturë më të ulët, shtypim butonin temperaturë, fillimisht del 70 gradë dhe nga 160 gradë që është maksimumi i temperaturës që arrin multikurat, mund ta çoni në temperaturë më të moderuar. Për shembull 140 gradë dhe shtypim butonin inicio. Për 30 minuta keni kohë të gatuani me 140. Nëse ajo arrin të skuqet para kohe, mbaroni punën e fikim. Dhe vazhdojmë me presionin. Shtojmë ujë apo mbyllim kapakun. Dhe zgjedhim programin që do të bëjmë në varësi se çfarë kemi pasur. Nëse keni pasur për shembull pilaf për 12 minuta, bëhet vetë automatikisht, ndalon dhe në fund fare do të dalin këto dy shenjat 66 që tregon që ka mbaruar ose BB. Për të ndryshuar kohën e, për shembull nëse kemi një pilaf që nuk do 12 minuta, po do kohë tjetër, shtyp përsëri modalita, e shtojmë kohën 13, 14, 15. Nëse ka në një orisje e kalon të kohë dhe nuk është parashikuar nga Zaneti, mund të gatuani me programin e dytë. Është e njëjta gjë te dy. Shtyp modalitan nga 14, 15, çoj 20, 25, sa të doni. Dhe shtyp përsëri inicio. Funksion tjetër që ka tenxheria është funksioni i gatimit me kohëpritje timer. Mund ta vendosësh deri në 12 orë që të fillojë mbas të fillojë gatimi. Zgjedhim programin, për shembull Rizo, zgjedhim kohën e gatimit 10, 9, 8 minuta sa doni, shtypim butonin timer dhe ndryshon çdo 30 minuta. Për shembull, e lëm për 4 orë me kohë vonese dhe shtypim inicio. Do mbaroj 4 orëshi, pastaj fillon gatimi. Do të llogarisni edhe kohën e gatimit që duhet për të pritur gjellën e gatshme. Kujdes, ka shumë raste që persona të ndryshëm zgjedhin programin, shtypin pa dashje timer dhe mbaron 30 minuta dhe thon pse s'ka zgjedhur gjella. Mbas 30 minutash fillon gatimi.